Nga edicioni informativ qendror këtu në Blu Televizion, ju përshëndesim për të ndarë bashkë zhvillimet kryesore të ditës, do të jemi më gjerësisht e do ndalemi pikërisht te politika. Në ditën e dytë të edicionit të 4 të samitit të diasporës, Kryeministri Edi Rama veçoi rolin kyç të shqiptarëve jashtë vendit në rindërtimin e të ardhmes së vendit dhe rrugën drejt procesit të integrimit. Në ditën e dytë të edicionit të 4 të samitit të diasporës, Kryeministri Edi Rama veçoi rolin kyç të shqiptarëve jashtë vendit në rindërtimin e të ardhmes së vendit dhe rrugën drejt procesit të integrimit. Rama tha se Shqipëria ka kaluar një transformim të thellë dhe tashmë ndodhet në një ngjitje të fundit drejt Bashkimit Evropian. Duke folur për zhvillimin e vendit, Rama e krahasoi punën për Shqipërinë 2030 me një kantier ndërtimi, ku ka pluhur dhe shumë zhurmë shërduese dhe për të ndjerë të fortë përballë rrugës së thelpisur, ka nevojë për forcë dhe frymëzim. Kryeministri Edi Rama u bëri thirrje shqiptarëve kudo në botë që të rilidhen jo vetëm emocionalisht, por edhe në mënyrë aktive me Shqipërinë, duke i ftuar të bëhen pjesë e projektit të madh kombëtar drejt integrimit evropian. Ai theksoi se ky është një mision që shkon përtej çdo qeverie dhe lidhet me amanetin historik të kombit shqiptar, për të qenë pjesë e pandare familjes europiane. Është një privilegj i veçantë të jem sot këtu përpara jush si kryeministri i Shqipërisë, por dhe një kënaqësi e veçantë të vi këtu bashkë me ju, si një zë me shumë zërash që formojnë bashkësinë e një kombi shumë më të madh se sa kufit e tij. Sepse Shqipëria nuk mbaron aty ku mbaron territori i saj. Shqipëria jeton kudo ku shqiptarët mbajnë gjuhën, kujtesën, shpresën kokëfort dhe ndjenjën e pathyeshme të përkatësisë tyre kombëtare. Dhe sot, kur bota është më e ndërlidhur se kurrë dhe kur fjala, si kur më parë, veje vjen në çast sa hapen mbyll syt nga një kontinent në tjetrin, ju jeni zgjatimi i gjallë i Shqipërisë kudo në botë. Fryma e kombit përtej gjeografisë, prova e tij se identiteti nuk përmblidhet në kornizën e hartës, por zgjerohet nga udhëtimet e njerëzve të tij. Kryeministri i tha diasporës se siç u kishte premtuar, u përmbushi të drejtën e votës. Agenda parashikon për sot zhvillimin e 4 paneleve diskutimi me tematika nga demokracia në diasporë, shëndeti, inovacioni, zhvillimi lokal e rural e deri tek gjua shqipe. Në varësi të temave të diskutimit, të ftuarit në panel do të jenë përfaqësues të fushave nga vende të ndryshme pjesëmarrëse në samit, ministria, kryetar bashkie, shkrimtar, profesor e të tjerë. Dita e dytë e samitit do të mbyllet me një mbrëmje gala në sallën e kongreseve. Rikthehemi me aktualitet. Vlora pritet të hyjë në një fazë të re të organizimit urban me ndërtimin e një parkimi të madh nën toksor në një nga zonat më të frekuentuara përgjatë lungëmarrjes. Struktura do të ofrojë rreth 295 vende parkimi me synim lehtësimin e trafikut, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Vlora pritet të hyjë në një fazë të re të organizimit urban me ndërtimin e një parkimi të madh nën toksor në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit përgjatë lungëmarrjes. Projekti ndërtimi godinës së parkimit nën toksor Vlorë po zhvillohet në kuadër të ndërtimit të nyjeve multimodale të mobilitetit për rajonin 3 dhe 4 dhe financohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, institucioni që mban rolin kryesor në realizimin e këtij investimi publik. Sipas planeve teknike, struktura do të ofrojë rreth 295 vende parkimi, duke e synuar të lehtëson ndjeshëm trafikun, si dhe mungesën kronike të parkimeve në zonën e lungëmarrjes, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Investimi ka vlerën e 595 milione 232.698 lekëve pa TVSH, ndërsa punimet pritet të zgjasin rreth 24 muaj, duke e bërë këtë një ndër projektet më të rëndësishme infrastrukturore për qytetin. Parkimi do të ndërtohet plotësisht nën tokë me hyrje dhe dalje të dedikuara për automjetet përmes rampave të projektuara për fluks të lartë qarkullimi. Brenda strukturës, organizimi do të realizohet sipas standardeve bashkëkohore, me korsi të qarta dhe lëvizje të kontrolluar. Projekti përfshin gjithashtu teknologji moderne dhe element sigurie, si sistem inteligjent menaxhimi parkimi, kamera monitorimi, ndriçim LED, ventilim të avancuar, si dhe pajisje të plota kundër zjarrit.
Në sipërfaqe mbi strukturën nëntoksore janë planifikuar hapësira funksionale që përfshin ambiente shërbimi, tualete publike dhe zona teknike, duke kthyer këtë investim në një prej zhvillimeve multifunksionale më të rëndësishme. Vendodhja është strategjike përgjatë vijës bregdetare, duke ofruar akses të drejtë për drejtë me zonat më të frekuentuara të qytetit, si dhe hapësirat rekreative Buzdetit. Ky projekt shihet si një hap drejt modelit modern të qyteteve europiane, ku parkimi zhvendoset nën tokë për t'i lënë më shumë hapësirë këmbësorëve, si dhe jetës publike në sipërfaqe. Spitali Psikiatrik i Vlorës në transformim të thellë. Drejtimi i ri nis reforma për transparencë, standarde ligjore, përmirësim shërbimesh, kushte të mira për pacientët dhe rikthimin e besimit institucional. Riorganizim dhe standarde të reja në Spitalin Psikiatrik të Vlorës. Drejtimi i ri nis reformën në Spitalin Psikiatrik Alimi Ali në Vlorë, i cili ka hyrë në një fazë të re riorganizimi dhe përmirësimi pas konstatimeve të bëra nga institucionet audituese për procedurat e zhvilluara në vitet e mëparshme. Gjetjet e Agjencisë së Prokurimit Publik i përkasin periudhës së kaluar dhe kanë shërbyer si një bazë e rëndësishme për reflektimin dhe ndërhyrje të menjëhershme në funksionimin e institucionit. Drejtuesja aktuale Elpiniqi Mërkuri, e cila ka marrë detyrën në fund të vitit 2025, ka nisur një proces të thellë ristrukturimi me fokus transparencë në respektimin e procedurave ligjore, si dhe përmirësimin e kushteve për pacientët. Burime pranë institucionit bëjnë me dije se janë ndërmarrë hapa konkret për standardizimin e procedurave të prokurimit dhe forcimin e kontrollit të brendshëm. Në kuadër të këtij transformimi është vendosur një qasje e re menaxheriale, ku prioritet mbetet mirëqenia e pacientëve dhe përmirësimi i shërbimeve bazë. Po ashtu janë riparë dhe korrigjuar praktikat e mëparshme dhe është ngritur një sistem më i fortë monitorimi për të shmangur çdo parregullsi në të ardhmen. Institucioni është duke bashkëpunuar me strukturat përgjegjëse për të zbatuar rekomandimet e dala nga auditimet, ndërsa synimi kryesor mbetet rikthimi i besimit dhe garantimi i një shërbimi dinjitos për pacientët. Ky proces reformimi pritet të sjellë një standard të ri në menaxhimin e spitaleve psikiatrike, duke e kthyer Spitalin e Vlorës në një model të transparencës dhe përgjegjshmërisë institucionale. Inspektuar një ditë më parë nga kryeministri Rama në bulevardin e palmave, agrumeve dhe jaçarandave, punimet vijojnë me ritme të ulta. Kur kanë kaluar disa muaj nga përfundimi i afatit, në kantier evidentohet ende një volum i konsiderueshëm punimesh të pambaruara. Kryeministri Edi Rama ka inspektuar një ditë më parë punimet në bulevardin e palmave dhe agrumeve në qytetin e Vlorës, një projekt që synon transformimin urban dhe rritjen e potencialit turistik të zonës. Ky investim me një afat zyrtar realizimi prej 12 muajsh dhe që duhet të përfundonte në tetor të vitit 2025, vijon ende të mbetet në proces ndërtimi. Edhe pse kanë kaluar disa muaj nga përfundimi i afatit, në kantier evidentohet ende një volum i konsiderueshëm punimesh të pambaruara. Ndërkohë, përtej vizitës së kryeministrit, banorët e zonës shprehin pa kënaqësi për rritjet e ngadalta të punës. Ata tregojnë se megjithëse kalojnë çdo ditë në këtë segment, nuk e kanë të qartë se çfarë po realizohet konkretisht. Një tjetër shqetësim i ngritur prej tyre lidhet me ngushtimin e hapësirave të trotuareve, duke bërë më të vështirë lëvizjen për këmbësorët. Ka bërë një ndryshim rrënjësore. Në bën kanalizimet që për para ne përmbyteshim, në bën një përsosur, edhe pamja është e mahnitshme, çfarë themi tash, kjo është një kënaqësi, një investim. Tash kjo është një problem që një ngarkesë mjetëve të qytetit. Janë disa projekte që duhet të përshtaten të kenë parkime gjepash, domethënë parkime në hyrje qytetit për shumë makina që vinë në jashtë rretheve. Të parkohen të shkolla e aviacionit, të ketin parkim i madh, dhe të funksionojë urbani, që mos të gjitha i hyrjet e makinave që vinë jashtë rretheve mos të akulojnë brenda qytet, ose fshatrave. Kjo është po pjesë e shkollës, deri tash duket pamje e bukur, shikojmë deri në fund të realizimit. Duhet më e bukur akoma, çfarë themi, jashtë mira. Punimet të themi drejtën kanë qenë me punuar edhe në kohë shiu, me kapacitetin e mund që ka pato firma. E në kohë shiu puntojt, domethënë, po, nuk kanë patura ashtu, po proceset e punës janë të tilla që sjellin vonas e dur. Po, i ka sjellë kosto rritje vlere. Diçka çdo investim, çdo zhvillim ka vlerat e saj. Shiko tani unë nuk jetoj këtu.
Si qytetar vlonjat? Si qytetar vlonjat, si të them tani, nuk i kam kushtuar rëndësi projektet, nuk e di tani, asa kam parë si foto, ku ndodhet, ku s'ndodhet. E shikoni sot? Nuk e kam. Po tani të je përshtypjen e diçka e pozitive, po unë kam një vërejtje, për shembull, këtu, në përgjithësi për bashkinë. Vlorën e shikoj nga viti në vit, hapet, qajen rrugët, hapen kanale, çdo njeri që vjen, me që shikoj unë këtu tani nga bashkia, kur zuncohen kuadrot, se cili kërkon, mase kërkon të marrë në të riskun e vetë, që kërkon nuk mund të spjegoj dot, po që të arrit bën të tilla çarje, të tilla punime në çdo situatë, nuk më pëlqen. Si qytetar flas, unë nuk flas as e kuadër, unë jam qytetar i thjesht. Nuk më pëlqen, me një fjalë nuk më pëlqen që Vlora të çahet vit për vit. Dhe të vazhdojnë në situata kaq të gjata. Vend parkimet e shiko, ngushtimi rrugës ka një anë pozitive, se kur shikojmë lëvizjet i shikojmë një çik të tepruara me shpejtësi më dha. Nuk mund ta quaj negative. Ama këtë ngritjen që kam bërë në lartësi kështu, kjo s'para më pëlqen shumë. Do ishte më mirë le të ishte parkimi, po jo kaq të ngritur në të formë, se do krijoj shkaqe për aksidente. Vonesat janë skandaloze, për mua janë skandaloze. Për mua, për shembull, shikoj kanale të ujësjellësit, duhet vesh të ankohesh, pa mund të zgjidhen. Unë të lagja ime, për nuk banoj të lagja, banoj të ku në një lagja tjetër, të lagja ime, për shembull, kanalet e ujësjellësit i shikoj gjithmonë të qajen. Nuk ka përgjegjësi me fjalë. E mira të themi, e fundit fare, që nuk ka përgjegjësi për atë që bën punën. E bën punën për të marrë parat, nuk e bën punën për të rezistuar kohës puna. Puna duhet të rezistoj kohës. Koha nuk përshtatet fare. Unë them që punimet t'i bëjnë sa më mira, t'i bëjnë jo t'i zvarisin. Ata e fillojnë punën e nuk e marrojnë kur. E kjo nuk është gjë e mirë. Unë jam në Itali për vete e nuk bën këto punime. Ata kur fillojnë një punë, punën ata e marrojnë deri në fund, nuk e lën për gjysmë. Fillon këtu, fillon atje, më në fund puna nuk ka të marruar kur. Fillon një punë e marroje, ajo është një duket që është punë, është bërë punë me sakt. Jo flasim, më në fund nuk bëjmë asgjë. Më vjen shumë keq që në Shqipëri bëhet kjo. Unë jam në Itali për vete, këto gjëra që bën këtu nuk bëjnë. Bëjnë punime edhe atje, por punën ata e fillojnë dhe e marrojnë. Jo punë filloi dhe lëre pa mbaruar. Mua s'më pëlqen kjo. Jo, nuk kam asgjë. Unë dua që si punë të marrë më shpejt, e kështu çdo gjë vjen në rregull, pastërtia e të gjitha, se kur lëm ato puna bëj gropa, bëj tuba, bëj gjëra i lë kështu, edhe vjen një turist e shikon të shkoj në Shqipëri. Unë jam vend kam të Jo, është në rregull. Vlora dhe unë kam përshtypje. Edhe jo unë, po edhe të tjerë. Po unë kam edhe këtu për turista ku vinë, ata nuk do të shikojnë këtë rrugë mua, ata vinë për qef, vinë për të kaluar 5 ditë rrap. Megjithatë, pavarësisht kritikave, banorët shprehen se projekti pritet të sjellë zhvillim për zonën, sipas tyre transformimi urban dhe pamja e re vizuale e bulevardit konsiderohet pozitive dhe pritet të ndikojë në rritjen e vlerës së zonës dhe përmirësimin e jetesës. Punimet për këtë projekt po realizohen nga firma BIS, ndërkohë që mungesa e tabelës informuese në hyrje të kantierit ka ngritur pikpyetje mbi transparencën. Në këtë tabelë pasqyroheshin vlerat e investimit dhe afatet e realizimit, ndërsa heqja e saj shihet nga disa si një përpjekje për të shmangur kritikat mbi tejkalimin e afateve. Do të ndalemi të zhvillimet shëndetësore në spitalin e Vlorës mbi e ndjeshëm numri aborteve. Një fakt i tillë konfirmohet nga mjekja ginekologe Sofika Xhelilaj, e cila thotë se ka ende aborte që kryen, po për shkak edhe të uljes së numrit të grave shtatzan, abortet janë më të pakta. Numri aborteve të cilat kryen në spitalin rajonal të Vlorës është në rënje. Një fakt i tillë konfirmohet nga mjekja ginekologe Sofika Xhelilaj, e cila thotë se ka ende aborte që kryen, por për shkak edhe të uljes së numrit të grave shtatzëna, abortet janë edhe më të pakta. Sipas Xhelilajt, abortet i kryejnë kryesisht nënat të cilat kanë 2 apo më shumë fëmijë. Xhelilaj thotë se gratë dhe vajzat zgjedhin kryesisht të abortojnë një fëmijë për shkak të karrierës dhe jetës së ngarkuar të tyre,
duke e mos e përballuar dot të kenë një fëmijë të tretë apo të katërt. Fenomeni i aborteve është në të drejtën e çiftit, sipas ligjit shqiptar që në 12 javë ato, por dhe ato kanë rënë se s'ka barra. Nuk kemi shumë aborte. Ne zbatojmë ligjin që është dhe shumica i takon çiftit për ta vendosur atë. Më së shumti që duan të bëjnë aborte janë këto që janë në karrierë, më së shumti nuk janë gati për familjen, nuk kanë kushtet ekonomike për një fëmijë të tretë, të dytë, të katërt, nuk bëhet fjalë me katër. Shumë rarë. Por në spitalin në rajonal të Vlorës çdo ditë paraqiten me 10 gra dhe vajza, të cilat marrin ndihmë mjekësore për sëmundje të ndryshme ginekologjike. Mjekja ginekologe Sofika Xhelilaj tregon se problemet që shfaqen më së shumti tek femrat janë kistet, tumoret, por edhe sëmundjet inflamatore. Kemi repartin e ginekologjisë, që janë kistet, janë tumoret, janë fibromiomat, ju themi ne. Ka goxha probleme edhe të kësaj natyre. Së shumti këto janë problemet që janë në lidhje me përshkallëzimin e moshës, të themi, që mund të jetë faktori moshë ndonjëherë, por dhe shumë herë këto sëmundjet inflamatore pelvike. Sapo kishim një rast bardhje, një rast goxha të vështirë, po që e menaxhuam mirë. Doli sot, ishte një zonjë që shpëtoi. Ne ju themi që shërbimi nuk do t'i mungoj, kemi një staf shumë të mirë, deri do ta kemi të hapur për të gjitha, për t'i dhënë një shërbim shumë të mirë. Numri i lindjeve në Vlorë, duke u krahasuar me vitet e mëparshme, është gjithmonë në rënje, por lindshmëria tepër e ulët ka ndikuar edhe në uljen e numrit të aborteve, të cilat kryen nga gratë dhe vajzat në fazë të hershme të tyre të shtatzanisë. Karnavalet e Nartës, një tjetër temë, traditë e veçantë që zhvillohet çdo vit prej ditës së Pashkve Ortodokse dhe këtë vit ka mbledhur banorët në qendër të fshatit të Nartës. Kostumet popullore të zonës, vallet tradicionale dhe lojrat e ndryshme kanë shoqëruar festime, ndërsa të rinj nëpër të gjitha rrugët e fshatit kanë sjellë një atmosferë festive. Karnavalet e Nartës janë një traditë e veçantë që zhvillohet çdo vit prej ditës së Pashkve Ortodokse dhe zgjasin për 3 ditë. Përgjatë rrugicave të fshatit Nart dëgjohen tingujt e klarinetës dhe zërat e gëzueshëm të 10 të rinjve të cilët gjallërojnë sheshin kryesor pranë kishës Shën e Diela për 3 ditë me radhë. Këto karnavale janë një festë që e karakterizon këtë fshat ortodoks dhe nuk gjasojnë me asnjë kremtim tjetër. Banorët e Nartës theksojnë se karnavalet janë një traditë e hershme e trashëguar ndër breza. Kostumet popullore të zonës, vallet tradicionale dhe lojrat të ndryshme shoqërojnë festimet, ndërsa të rinjt lëvizin në të gjitha rrugët e fshatit duke sjellë atmosferë festive. Megjithatë, banorët tregojnë se këtë vit ka patur shumë më pak pjesëmarrje, pasi shumë të rinj jetojnë kryesisht në Greqi dhe kthehen vetëm për Pashkë. Pavarësisht kësaj, ata shprehen se tradita e karnavaleve do të vijojë të ruhet. Sot është ditë e tretë. Në kohën e parë me vitra, kemi pasur 2 ditë me kalimin e kohës, me qëse Narta punonte shumë të rinjtë dhe i thonë pleqerisë, duam zotë që të na bëni 3 ditë. Dhe ata vendosën si pleqeri dhe bëm 3 ditor. Sot në kësaj dite, ata e filluan këta të rinjtë, se neve kemi qenë deri në atë kohë, ikëm pastaj në Greqi, erdhi gjithë re, këta janë të rinj. Të rinj dhe... Ka dhe para luftës parë botërore që plejt atere, nuk bënë dhe shkonin në janin, blinin maskat, blinin ato robat që kërkos, apo së shuaj, shkonin atje, në janin. Atere janë bërë karnavalet e Nartës, se dhe kanë kellur ajo. Po, si vjetë, erdhen njerës, erdhen nga... Për mua, të them unë, asë 10 veta mund të jenë nga Narta dhe 30 veta janë të uaj. Ata nuk e din. A i ka zhveshur karnavali, a i unë që jam veshur një karnavali. Sa koka që festoj karnavalet në Nartë? Të them të drejtë unë jam veshur. Ne kemi gjetur, edhe ai dhe unë jemi të rinj. Do të ishe sot ai ishim mbaj mend, ishim dajua, gjaj, më të ishin namë. Dhe sa sot s'ka njerëz. Sot janë pak, dhe këta që çuna që kanë ardhur në jashtë. Çfarë përfaqëson karnavalet për fshatin Nart? Gëzim, dashuri, edhe gjithë ishin njerëz që bëshin festa, bëshin martesa, bëshin përmjet karnavalit. Se nuk i keshin maskat.
maska vishej atje ku ishte vendi, edhe derisa mbaronte karnavali deri në drek, maska nuk i gje. Po të jej maska, të ndiqin me njerëz. Nxirrin në Kjo është një traditë shumë e vjetër. Shumë e vjetër. Traditë e vjetër ka qenë në jashtë, nuk i gjetë në tushë. E ne e merr në jashtë, gjithë. Unë jam në përveç. Me odi, unë jam përveç. Unë jam i fundit. Familja me e fundit. Çfarë përfaqëson karnavalet? Unë s'jam në atje. Jam ka përveti dhe kam ardhur këtu. Edhe ditë të në këtë që nësa shikon kështu mua që ku nuk më përkjen ato karnavalet që më ka të reguar të avë dalin. Që janë karnavalet kështu që më usa për të kalvar kohën. E i dhe atë është traditë e fshatit Krau. Tradite kanë me kavalina, me lloj kërcimesh, me si që më kanë dhenë, po nuk e di. Lojra të ndryshme. Lojra të ndryshme, po, ka marrë. Unë nëse kam marrë këto ja vetëm të njëjtë në melodisë dhe kësaj. Karnavalet e Nartës. Sa kohë kanë që festohen? Kur kanë? Nga vite kemi, e më të pare prinderi tanë të gjithë, me demokracinë, ashti, filluam prapë. Çfarë bëhet në ditë e karnavaleve? Të gjitha bëhet festa. Festa. Kërcime? Me kërcime, me shakara, me të gjitha, me kërcime, të gjithë. Si e kemi zakonin bëjë? Zakonin. Çfarë do të thonë karnavalet për ju? Neve, kënaqemi. Ka shumë njerëz këtë vitin apo janë më pak? Më pak se vjetë. Duhet më shumë organizim. Po do janë të ikur, u shpërndan çunat. Bëjnë organizim. U shpërndan çunat vëlla, plot jemi neve të gjitha, po të Ka më pak si vjetë? Të themi, mbledhen jo nga jashtë, jo nga këte, mbledhen ca fëmijë dhe bëj gëzimin. Dhe gërtej dhe bëjnë. Karnavalet zgjasin 3 ditë. Kur nisin? Ditën e Pashkës? Ditën e dielë fillojmë, të matën e mbarojmë. Edhe sot kemi. Veshur me kostume, këto janë kostume tradicionale të Nartës? Po. Kemi bërë dhe vetë qitjanet e çfarë duan, vetë kemi bërë të gjitha. Qitjanet, postanellat, fëmijët tanë që vishin, me rrobat e dhe atje kemi bërë, kemi dhënë. Vallet, lojrat e ndryshme, muzika dhe kostumet popullore së bashku me maskat karakteristike të festës e shoqërojnë Nartën për 3 ditë radhazi. Karnavalet nisin të dielën e Pashkëve ortodokse dhe mbyllen të martën duke përfaqësuar një traditë që ka nisur rreth 200 vjet më parë dhe vijon ende sot. Bordi i transparencës rriti me 6 lekë çmimin e naftës, e cila do të shitet me 215 lekë për litër nga 209 lekë që u caktua në mbledhjen e 3 ditëve më parë, pikërisht më 11 prill. Çmimi hyn në fuqi duke filluar nga ora 15 e kësaj të marte e do të jetë i vlefshëm deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Bordi i transparencës ka caktuar çmimet e reja të hidrokarbureve duke rritur me 6 lekë çmimin e naftës, duke nisur nga sot në orën 15. Nafta do të tregtohet me 215 lekë litri, ndërsa benzina është rritur me 3 lekë dhe do të shitet me 178 lekë litri. Në njoftim thuhet se Bordi i Transparencës në datën 14 prill 2026 në mbledhjen e radhës vendosi çmimin shitjes me pakicin nën produktit gazoili standardi SSN 590 të jetë jo më shumë se 215 lekë litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 203 lekë litër. Çmimi i shitjes me pakicin nën produktit benzine standardi SSN të jetë jo më shumë se 178 lekë për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 166 lekë për litër. Çmimet e caktuara nga bordi do të hyjnë në fuqi sot data 14 ora 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Në njoftim thuhet se në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Do të ndalemi te Rendi, kanosin me pistolet një 35 vjeçar dhe tentuan ta nxjerrin me forcë nga automjeti i tij duke e dhunuar, arrestuar në flagrancë 3 shtetas, ndërsa janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, pistoleta sportive dhe 2 automjete. Kanosën me pistolet një 35 vjeçar dhe tentuan ta nxjerrnin me forcë nga automjeti i tij duke u dhunuar, arrestuar në flagrancë 3 shtetas, si dhe është sekuestruar në cilësinë e provës materiale, pistoleta sportive dhe 2 automjete, automjeti me të cilën janë larguar autorët nga vendi i ngjarjes dhe automjeti ku gjet pistoleta.
Shërbimet e Komisariatit të Policisë së Vlorës, pas marrjes së njoftimit për kanosjen dhe dhunimin e një shtetasi në lagjen Hajro Çakëri, kanë organizuar menjëherë punën për zbardhjen e rrethanave të rastit, identifikimin dhe kapjen e autorëve, si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore dhe procedurale. U kapën dhe u vunë pranga shtetasit GI 31 vjeç, KH 34 vjeç dhe MZ 20 vjeç të tre banues në Vlorë. Nga hetimet e para, dyshohet se këta shtetas kanë kanosur me pistolet sportive për motive të dobta shtetasin LS 35 vjeç banues në Vlorë, i cili ndodhej brenda në automjetin e tij në lagjen Hajro Çakëri, dhe më pas kanë tentuar ta nxjerrin me forcë nga automjeti duke e goditur me grushte dhe me tytën e pistoletës. 35 vjeçari po merr mjekim në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën. Gjatë kontrollit në automjetin në pronësi të babait të shtetasit KH, shërbimet e policisë gjetën të fshehur pistoletën sportive që dyshohet se është përdorur për kanosjen. Pistoleta u sekuestrua në cilësinë e provës materiale bashkë me automjetin ku u gjet, dhe me automjetin të cilët dyshohet se janë larguar autorët nga vendi i ngjarjes. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme, për vepra penale kanosja dhe plagosja e rënd me dashje të kryera në bashkëpunim dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive. Saranda po e nis fuqishëm sezonin turistik, duke u konfirmuar si një nga destinacionet që pret më herët turizme e kroqera nga vendet ndryshme të botës. Vetëm në pak ditë, kjo është era e tretë që një kroqer ankorohet në portin e qytetit, një tregues i qartë i rritjes së interesit për Rivierën shqiptare. Saranda po e nis fuqishëm sezonin turistik, duke u konfirmuar si një nga destinacionet që pret më herët turist me kroqera nga vendet të ndryshme të botës. Vetëm në pak ditë, kjo është hera e tretë që një kroqer ankorohet në portin e qytetit, një tregues i qartë i rritjes së interesit për Rivierën shqiptare. Këtë herë në brigjet e Sarandës ka mbritur kroqera Safir Princess, një prej anijeve turistike më të mëdha që operon në rajon me gjatësi rreth 300 metra dhe 2640 pasagjerë në bord. Sipas të dhënave paraprake, aktualisht rreth 1965 turistë janë disbarkuar dhe kanë nisur vizitat në qytet dhe zonat përreth, ndërsa pritshmëria është që numri i tyre të arrijë në rreth 2400 gjatë qëndrimit në port. Turistët po orientohen drejt pikave kryesore turistike si qendra e qytetit, parku arkeologjik i Butrintit, syri i kaltër dhe plazhet përgjatë Rivierës. Kjo kroqer është pjesë e një turi në pellgun e Mesdheut që përfshin disa nga destinacionet më të njohura turistike, si Greqia, Italia, Kroacia, Malizi dhe Shqipëria, duke përfshirë Sarandën në një itinerar të rëndësishëm ndërkombëtar turistik. Autoritetet portuale dhe operatorët turistik e konsiderojnë këtë një sinjal shumë pozitiv për sezonin veror, pasi fluksi i hershëm i kroqerave pritet të ndikojë drejt për së drejti në rritjen e ekonomisë lokale, duke gjallëruar sektorin në shërbimeve turizmit dhe tregtisë. Mbritja e një tjetër kroqere në këtë periudhë të hershme të vitit konfirmon se Saranda po forcon gjithmonë edhe më shumë pozicionin e saj si nga portat kryesore të turizmit detar në Shqipëri, duke tërhequr çdo vit edhe më shumë vizitor nga e gjithë bota. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhi takoi përfaqësues të një ekipi ndërkombëtar ku u njohën me projektin Museum of Water, që synon zhvillimin e një infrastrukture bashkëkohore në Vlorë, një iniciativë me karakter destinacioni turistik rajonal, kulturor dhe kërkimore shkencor së bashku. Museum of Water në Vlorë, vlerësimi potencialit për zgjatjen e sezonit turistik. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhi takoi përfaqësues të një ekipi ndërkombëtar arkitektësh dhe ekspertësh vendase të huaj, ku u njohën me projektin Museum of Water, iniciativë propozuar me karakter destinacioni turistik rajonal, kulturor dhe kërkimore shkencor. Ministri Gonxhi tha se projekti në fjalë synon zhvillimin e infrastrukture bashkëkohore në Vlorë, duke vendosur në qendër temën e ujit si element qendërtor, edukimin, kërkimin shkencor dhe përvojën e vizitorëve. Biseda u përqendruar në vlerësimin e potencialit që kjo nismë mund të ketë për të funksionuar si një atraksion gjithvjetor dhe për të kontribuar në zgjatjen e sezonit turistik. Sipas ministrit, projekti ideja është ende në fazë paraprake dhe se do të vijojnë analizat dhe vlerësimet përkatëse në bashkëpunim me Bashkinë e Vlorës dhe aktorë të tjerë institucional për të përcaktuar mundësinë e realizimit të tij. Presidenti i SBA Donald Trump ka propozuar emërimin e generalit në pension Eric Wendt si ambasador i ri amerikan në Shqipëri. Nominimi është bërë publik nga Shtëpia e Bardhë dhe pritet të shqyrtohet nga Senati amerikan. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka propozuar emërimin e generalit në pension Eric Wendt si ambasador i ri amerikan në Shqipëri. Nominimi është bërë publik nga Shtëpia e Bardhë dhe pritet të shqyrtohet nga Senati amerikan. Eric Wendt nga Kalifornia do të jetë ambasadori i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Shqipërisë, shkruhet në njoftimin për media nga Shtëpia e Bardhë. Po kush është
Erik Wendt. General-lejtnant Erik Wendt lindi në 7 tetor 1964 në Berkeley të Kalifornisë. Ai është një nga figurat e spikatura të ushtrisë amerikane me një karrierë mbi 3 dekada në shërbim aktiv. Ai kaloi 4 vjet e gjysmë në këmbësorinë e lehtë dhe 30 vjet në forca speciale, duke përfshirë 13 vjet komand në nivele taktike, operacionale dhe strategjike, ndërsa shërbeu në 56 vende të ndryshme. Ai përfundoi detyrën e tij të fundit si komandant i 5 i shtabit të operacioneve speciale të NATO-s, nga i cili u largua më 29 janar 2021. Gjatë karrierës së tij si oficer i lartë, Wendt mbajti një sër pozicione shkyçe në strukturat ushtarake dhe të sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Wendt u emërua oficer në Ushtrinë Amerikane në vitin 1986 përmes programit Rhodes në Universitetin e Kalifornisë në Santa Barbara, ku u diplomua në drejtësi dhe shoqëri. Ai vjoi studimet pasuniversitare në shkollën pasuniversitare detare, duke marrë një diplom master në çështjet e sigurisë kombëtare. Ai doli në pension në 1 mars 2021 pas më shumë se 34 vitesh shërbim. Shqipëria nuk ka një ambasador të Shteteve të Bashkuara të Amerikës prej largimit të Jurikim në vitin 2023. Një nominim i mëparshëm nga Joe Biden për David Kostelançik nuk u miratua nga Senati. Aktualisht, ambasada amerikane në Tiranë drejtohet nga e ngarkuara me punë Nancy Van Horn. Nominimi i Wendt duhet të kalojë në Komitetin për Politikë të Jashtme dhe aprovimin final e jep Senati. Ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.